do ta hap apo jo, a do të ketë diçka që do të ndodhë mbas saj, sepse gjithmonë kur vihemi përballë kutisë Pandorës gjëra ndodhin. Kjo ngelet për tu parë. Ndërkohë, televotimi vazhdon të jetë i hapur mes Eugenit, Mirit dhe Selin për shkak të vendimit që vllai i madh mori mbas shkeljes së rregullave nga ana e tyre, kështu që vazhdoni të televotoni dhe do të diskutojmë edhe për këtë, sepse ky televotim i papritur i 3 banorëve që do më duhet ta them, kanë qenë edhe 3 prej banorëve më të diskutuar të këtyre 22 ditëve të para, në fakt ka bërë që shumë banorë të jenë të le themi sikletosur në lidhje me këtë televotim, në mënyrë që të paktën të gjejnë forma se si mund të prishet televotimi. Kanë qenë më shumë se sa 3 o 4 banorë të përfshirë në këtë skem për të nxjerrë dikë me zarf të zi, kjo ka bërë që të përfshihen banorët edhe të diskutojnë mes njëri tjetrit për kush ka tradhtuar kë. Dhe jo vetëm aq, por do të diskutojmë sot edhe për një banor i cili me sa duket ka vendosur që të lërë shtëpinë. Por këtë diskutojmë vetëm pas pak, si fillim. Mirëmbrëma Monika Kuremadi, mirëmbrëma Ajder. Do të jetë një natë e fortë që mbauni fort në karrige. Dhe përpara se të lidhemi me yjet në shtëpi, do doja t'ju thoja se në këto ditë të ftohta, sfida të zjarrta do të shikoni në digital nga të gjitha kampionatet e futbollit dhe jo vetëm, por edhe filmat dhe serialet më të fundit për të gjithë dhe për çdo shije, në çdo kohë edhe në VOD. Dhe me qëra fjala te koha, nxitoni se jeni në kohë të përfitoni nga oferta me ulje deri në 35% në çdo pikë shitje fizike të digital ose online në digital.al. Uroj të keni patur kohë mjaftueshëm për të votuar të preferuarin tuaj mes Mirit, Selin dhe Eugenit, sepse në këto çaste do të mbyll zyrtarisht televotimi. A jemi gati të shkojmë në shtëpi? Do keni gjërat bukura dhe ju në studio sonte, jo vetëm ata që bëjnë. Ju lutem më mundsoni lidhjen. Mirëmbrëma yje. Sa me ngjyra. Ju përshëndes edhe uroj të jeni mirë sonte, jeni mirë jeni? Mirë shumë. Por ju nuk dim që, pa ne ju na shihni në mos i se 4-7, një orë në ditë. Ne jemi mirë, do me thënë kemi parë dhe ditë më të mira, po jemi mirë. Nuk e shoh të gjithëve bashkë aty. Njëri prej jush, në fakt, ka lajmëruar vllajën e madh se do të lërë përfundimisht shtëpinë. Jam duke folur për Stinen. Shkojmë pak në dhomën e dëshirave, ju lë aty juve uluni reatoni. Më mbyllni lidhje me living dhe shkojmë në dhomën e dëshirave. Okej, ju lutem më thoni nëse është akoma Stine në dhomën e dëshirave apo jo. Me sa duket, jo, ka vendosur të largohet Beftas nga shtëpia. Shikojmë që, okej, Stine më dëgjon? Okej. Të lutem të ndezësh pak mikrofonin, se më thonë nga regjia që e ke fikur. Okej, të shoh që je ende i veshur me tuta. Po. Edhe di gjithashtu që ke vendosur të lësh përfundimisht shtëpinë. A mund të di arsyen, të lutem? Po, e kam thënë disa herë. Që mendoj se nuk kam arsye të këtu. Atë arsye që kisha kur hyra, tani se kam më. Cila ishte arsyeja që kishe kur hyre dhe çfarë ka ndryshuar në këto 22 ditë që me sa duket shakaja e përpara pak ditëve nuk pas ka qenë dhe aq shaka. Të duash me zjarrin, fillon të digjesh. E vërtet është. Arsyeja ka qenë që thjesht luaja. Dhe tani ka hik dëshira e lojës. Fare. Nuk se jam në vendin e gabum. Kështu vendosa të dalë. E ke menduar mirë këtë, Stine? Po, e ka menduar mirë, po. U mundova ta riprovoj, ta provoj dhe herë, se mos ambientohen, po
Është pa mundur. Kjo është e gjitha me veten time, s'ka lidhje me asnjë nga banorët, edhe me lojën. Pra, është e vështirë për ty që të përshtatesh në ato kushte dhe të bësh lojën që kishe menduar që mund të bëje atë brenda. Exactly. A mundet të lidh edhe me Monikën dhe me Arbrin nëse ata mund të ndrojnë mendjen ose mund të ku di unë. Jo, do të dëgjoj me kënaqësi për ndruar mendjes, spesoj, po do të dëgjoj me kënaqësi patjetër. Me shumë respekt. E qartë, jo. Nëse është çështja për të mos, pra, nëse vendimi është marrë, Patjetër që po, më është dash një javë gjysmë ta mendoj, domethënë nuk është momentale dhe s'po ashtu. Kur hyre në Big Stine, ç'a mendove? Me thënë, për ç'a doje të hyre aty brenda? Po hyra ta provoj edhe unë. Pse jo? Është edhe çdo kujt ta provoj. Pra, thjesht kaq. Po nuk dua të flas më shumë, kaq mjafton për të thënë tani këtë moment. Shumë i mbyllur Stine. Tani, unë mendoj që a ka arsye Stine për të qëndruar brenda shtëpisë, mendoj që po. Mendoj që po, sepse në disa herë, sidomos gjatë fillimit, tregoi se nuk ishte i fokusuar te loja, por te njeriu. Absolutisht po. Eksakt, dhe kjo më krijon pak konfuzion, kur thuaj që nuk dua të luaj, e në rastet e tilla mund të bësh gjën më të thjeshtë, je njeri. Absolutisht. Kur mbaroj do ta them. Po, s'ka gjë, po të dëgjoj. Kur themi lojë ka ngel thjesht shprehia, po edhe të qenë një njeriu kam qenë gjatë gjithë kohës njeri dhe tani nuk dua ta ekspozoj më shumë se kaq. Kjo është çështja. Këtë ekspozosh. Njeriu. Po në fakt, një nga thelbet e programit apo e përfshirjes së njerëzve në Big është të tregosh kush ti je. Domethënë, po ndoshta kaq ishte energjia ime, ndoshta s'jam i denj ta vazhdoj më tej. Jo, Mund ta marrim edhe kështu, s'ka gjë, mund ngelet më peshë, s'ka problem. këto ditët e fundit, në fakt, mirë e ke se ki qenë pak si në gjumë. Jo shumë gjumë, jo pak. Mund ta thosh me plot gojë që kam qenë shumë gjumë. E kuptoj. Domethënë është i qëllimshme, pra ke dashur Është qëllim, ashtu jam unë, nuk dalot nga vete. Po si ishte në fillim kishe. Po si ishte në fillim, po tani jam, tani ç'a të bëjmë? E kuptoj. Si mendon? Jo, nuk du të vjen si këtë, thjesht biseda që po mundon bëj me ty është një bisedë që unë mendoj që ky program për sa kohë të ka përzgjedhur, të ka ftuar, duhet të ekzistojë edhe një lloj mirënjohje. Absolutisht është mirënjohja. Edhe unë me shumë mirësi dhe kam kërkuar daljen time. Nuk është se po e bëj për kapriç apo ku di unë se ç'a. A të bëj një pyetje? Ti bësh 3. A mos kem parë gjë të ato analizat që ke bërë me kokontate dhe të kanë rezultuar që je i paaft përballë banorëve tjerë? Je pa çfarë? I paaft, në marrëdhënie me lojën për të. Ndoshta do jam i paaftar, por nuk është çudi e madhe sepse ne njerëz jemi funditës. E kuptoj. Okej. Monika, nëse do të Kjo shkojmë ishte arsyeja që të dilim ke kjo. Jo. Dro? Kjo ishte arsyeja që të dilim te kjo. Jo, më unë doja të dija më tepër. Apo jo? Po Stine, teorikisht kështu i bie ose nëse. Po rregull, kështu i bie. Nuk ka një Lem edhe arsye. kështu, shikoj, nuk është të thënë që gjithë duhet të jenë të aftar për. Jo, mos ka problem unë. Unë kam njohur plot njerëz që e pranojnë paaftësinë e tyre. Po shumë jam edhe unë një ndër to, pa merak. Shumë mirë. Nuk është një çudi e madhe. Stine, unë, okej, nuk jam askush që të gjykoj vendimin tënd, mendoj që Faleminderit. në radhë të parë, më e pakta që duhet bëje sot, duhet kishe një shenjë respekti për publikun që të ka ndjekur dhe të ka suportuar për fansat e tu, ta hiqe kapuçin. Ta hiqe kapuçin një herë, ta hiqe kapuçin. E hiq kapuçin, po jam pa rregullu, nuk ka lidhje. Ska gjë. Prap, je njeri. Nëse doni më mundu më nxjerr s'ka problem, ma pas vetë s'ka problem. Dhe dua të theksoj që ndoshta atje janë emocione të tjera, por jashtë njerëzit të shikojnë komplet ndryshe. Është tjetër perceptimi ose ndjesia që mund të kesh ti për veten tënde. Unë mendoj që vërtet ti 3 ditët e fundit ke qenë inekzistent, që nga momenti që bëre lojë zgjodha tema ashtu, zgjodha. Po nuk mund ta zgjedhësh ti dot atë gjë, se ti ke firmosur diçka për ty atje. Po s'mund të dal nga vetja, i vjet të dal nga vetja, të futem biseda ku. S'ke se të dalësh nga vetja. Ti as nuk je i nominuar,
që hajde se po të detyrojnë që të dalësh dhe dalësh nga vetja. Po pse kanë kaq frikë nominimin gjithë këta? Po jo, po nominimi është fikur sepse njëri do ikë javë parciave. Po ne kemi ardhur këtu të jetojmë përgjithmonë, edhe ata që nominin do të jenë të lumtur se jo, përkundër, kjo është sigurt, domethënë askush nuk qëndron aty pa vullnetin edhe dëshirën e tij. Unë kam marrë tjetër përgjithmonë, domethënë unë erdha me dëshirë më të madhe. Asnjëri nuk ka ardhur, por normalisht ti duhet të kesh respekt për publikun dhe për fasat e tyre. Unë kam respekt për publikun, Monika, dhe ti e di shumë mirë gjë. Unë kam shumë respekt për publikun, për publikun erdha këtu. Është një lloj zgënjimi që ti i jep atyre duke lënë lojën. Atë nuk e vendos ti, Monika, e vendos publiku, s'ka gjë. Patjetër, atë asnjëri nga ne nuk vendos, edhe për opinionet tona, vendosim ne, ne japim mendjen tonë. Na gjykojnë të tjerët, por mos haro dhe një gjë tjetër. Ne nuk bëjmë gjykim me perceptim. Edhe vendimin dhe drejtësinë nuk e kemi me perceptim, e kemi me votim. Ty njerëzit të kanë votuar që të rish atje dhe gjithmonë edhe kur ke qenë nominim, ke dalë të 5 të nominuarit. Ajo që po thosh pa mundë të ri akoma, ndoshta në një moment tjetër po, tani në këtë moment nuk rrit dot. Është pa më nuk ka lidhje fare me lojën. Është tjetër gjë që ti nuk je mirë nga ana shëndetësore dhe emocionale dhe do të dalësh. Pikërisht, tu je. Tjetër gjë që ti do të ikësh sepse nuk e bën dot lojën. Atëherë, domethënë Stine ka kërkuar që të lërë shtëpinë. Natyrisht që ka një protokoll që ndiqet në momentin që dikush nga banorët kërkon që të lërë shtëpinë, ka një takim me psikologun, takim me stafin, me vllajën e madh e tjera me radhë. Ajo që është mirë dhe duhet theksuar është fakti që askush nuk qëndron aty pa vullnetin dhe dëshirën e tij. E kuptoj atë që ti thua, që me të drejtë në momentin që ti ke marrë një hap për të hyrë aty brenda, ballafaqimin duhet ta kesh me publikun dhe publiku duhet vendos për ty. Pavarësisht këtyre 3 ditëve të fundit, Stine ishte një konkurrent përballë Mirit. Duam apo s'duam ne. Dhe krijonte dhe po të shikon, kishim një ekip burrash që ishin kundër Mirit me gjithë vajzat